Po, faktikisht 3 ditët e fundit është ra prodhimi, edhe për 40%, prej 19.000 MW ka dalë në 11.000 diçka MW, edhe nesër nuk ka me konë gjendja aq më e mirë. Dhe kjo ka zënë për destabilitetin energjetik të korporatës energjetike të Kosovës, po dhe mundësitë e qeverisë që janë shfrytzuar deri në tani qeverinë detyrë për sa vjet, edhe që e kam pru këtë gjendje në kohë, tash po fillojmë të marrë dhe dimrin. Nuk mund me pas edhe zgjidhjen këtë kohë përveç importit, sot i po marrë dhe statistikat e importit në dogan, jena mbi 220 milion euro import, pra mbi 812.000 euro në ditë import nga dogana e Kosovës. Faktikisht bloqet energjetike nuk janë kohë në gjendje perfekte, na jena vend mas luftës edhe ato janë shumë kohë më herët të ndërtume. Mirë po, në këtë qeveri nuk është punu në drejtim për mi përmirësut, nuk është punu në kapacitet energjetike, nuk është punu në organizim të mirë të importit, në suaza vjetore. Tash nëse shkan në kërkesat larta për energji elektrike dhe merë energji elektrike në suaza ditore, çmimi është shumë më i lartë. Edhe asnjëherë nuk e kitë organizuar si duhet, për shembull bie bloko, ti kemi lyp energji në urgjente, edhe çmimi është shumë më i lartë dhe nuk e organizon ose do të më shku me ndalje në sektone në regionin e caktuar në Kosovë për me mbajt dyqysh me një farë forme mbarvarsinë e një shteti siç është Kosova. Me nxjerrja dalim, na mbijetojmë me remitenca. Na mbijetojmë me trejat, sido që tjetë çfarë do moshe që shkojnë jashtë, edhe na dërgojnë para, na mujet ose na dërgojnë kur të vinë këto. Sepse kena rrit këtë pikë është se interesat për disa biznese kanë qenë më të mëdha në këtë rast për import. Pra, momentin kur ka ardhur Albin Kurti në qeveri, ka ardhur edhe është po regjistrimi edhe i NOA-s në Kosovë. Edhe krejt importi sot varet për një kompanie, vitet të paktën 2022, 2023, 2024, në importet që është edhe primati i kompanisë importuese të energjisë Kosovës, që është NOA. Kjo me bashkëpunim siç po dyshohet me EFT-n e Vukamović. Do me thonë nga kombëtarizmi, nga nacionalizmi, kena përfundu në emancipim ose në forcim të kompanive me rrënjë serbe. Siç shihet nga dhonat publike, po gjithçka është në vërtet e me sipër. Besoj tash edhe me hetimet prej prokurorisë. Logjika është ashtu që nuk kërkon interesi me forcu korporatën, po kërkon interesi me importu. Se kur të forcohet korporata është gjithçka transparente, edhe na paguajmë më pak energjinë, kërkush nuk fiton. Pra paguajmë punëtor që punojnë në korporatë energjetike, na e marrim e paguajmë faturën. Asnjë entitet tjetër, biznesor ose asnjë institucion tjetër nuk ka mundësi me kesh përdor pozitën e vet. Në rast se kur dalim në import, mundësia është te ankandi për import kur bëhet, te kapacitete transmetuese ka mundësi, edhe te një varg i hallkave që mundën mu kesh përdor si pozita zyrtare, ashtu edhe përfitimi të mundshme nga kontratat e bizneseve. Atëherë, ajo çka mund me thonë për ftesën e prokurorisë është se më ka ftu për shkak të kërkesës që e kam dërguar për hetime në lidhje me keqpërdorimin e pozitave zyrtare nga ana e zyrtarëve të kostit për kapacitete interkonektive të energjetikës, sidomos në kufit Mualizi, Kosovë edhe Maqedoni Kosovë në lidhje me specifikisht me kompanitë EFT, Vukamović edhe NOA. Për informata pse e kam dërgu, për shkak kërkesës. Ka që më me thonë. Pres që mu intervistu gjitha palet relevante, pres që me pas informatat e plota, me pas ekspertizë teknike, sidomos ana prokurorisë, edhe me mu hap një gjykim ku drejtësia me triumfu.